Ne kemi detyrë më të madhe se sa thjesht ndaj vetes apo për veten. Kjo arsye madhore është mundësia historike që neve na ka ardhur në dorë. Janë krijuar kushtet që ne ta shohim derën e Europës afër dhe të hapur plotësisht. Kemi bërë shumë nga ana jonë për të arritur këtu, por një gjë duhet me pas mirë parasysh, që nuk mjafton, ne mund ta kishim bërë të gjithën, dhe nuk mjafton, sepse i vogli, vendi i vogël, populli i vogël, nuk i mjafton që të bëj më të mirën e vet, duhet që dhe tjerë ta shohin me sy të mirë. Dhe janë bashkuar yjet e fatit, sepse për arsye që nuk lidhen vetëm me sa mirë kemi punuar ne, por lidhen dhe me si po shkon bota. Bashkimi Evropian do që të na marrë brenda vetes. Dhe kjo është e jashtëzakonshme. Ky moment është konkret. Tani ne duhet bëjmë deri në fund atë që kemi në dorë. Ne na duhet të bëjmë maksimumin që dera e hapur të mbyllet vetëm pasi ne të kemi hyrë brenda. Ne vazhdojmë punën tonë, kemi detyrat sipas kalendarit që kemi dakordsuar dhe na e kanë vënë ata përpara kalendarin, nuk e kemi vënë ne, se ne s'vëm dot kalendar, na e vënë ata. Dhe unë kam shpjeguar gjëra gjatë edhe në fushat, po tani është konkrete. Ata na e kanë vënë përpara, na kanë thënë, po i bët 1, 2, 3, 5, 200, 300 se janë më shumë se 4.000 ato që duhet bërë. Deri në fund 2027-s ne do mbyllim negociatat. Mbyllja e negociatave me Bashkimin Evropian do të thonë të mbyllësh hesabet me katën e parë, se ka 2 kate Bashkimi Evropian. Katë parë është Brukseli dhe janë të gjithë zyrat dhe janë të gjithë nënpunësit e Brukselit që merren me të gjitha reformat, ndjekin të gjitha masat, ndjekin gjithë veprimet që ndodhin dhe bëjnë raportin për katën e dytë. Ata raportojnë vetëm që si ka ecë puna, apo a janë bërë detyrat, dhe pastaj në katë dytë janë vendet anëtare. Janë 27 vende që ulen për të marrë vendim. Dhe mënyra si funksionon në katë dytë është konsensus. Mjafton një vend thotë nuk dum dhe vendimi nuk merret. Po jo për ne, po për çdo gjë. Çdo vendim i Bashkimit Evropian merret me konsensus. Por ajo që është ndryshe sot është që të gjitha vendet në katë dytë thonë duam ta marrim Shqipërinë në BE. Dhe të gjitha rastet kur letrat kanë shku nga kati i parë në katë dytë, ata kanë thënë okay. Prandaj ne kemi hapë gjithë kapitujt e negociatave për 11 muaj. Asnjë vend nuk e ka bërë këtë më parë. Ama ne na duhet që të kuptojmë që jemi vetëm në këtë betejë. Jemi më të mëdhenj, jemi shumica, po jemi vetëm, sepse gjithë të tjerët që nuk janë antar, mbështetës, zgjedhës Partisë Socialiste, janë kundër nesh. Dhe janë kaq të verbër sa që ngatrojnë kundërshtinë me ne, me interesin kombëtar dhe me të mirën e përbashkët të vendit dhe të gjithë fëmijëve tanë, edhe fëmijëve tanë dhe të atyre, që është që ne të shfrytëzojmë këtë moment dhe të hyjmë në Bashkimin Evropian. E kemi vënë Shqipërinë në një pozicion komplet tjetër nga ai që kishte, kemi fituar respekt, kemi fituar besim, të atyre që as na respektonin as